Mesha e shenjtë e kësaj të shtunë në Bazilikën Nana e Këshillit të Mirë në Shkodër u kremtua në drejtimin e eminencës së tij, kardinal Ernest Simon Troshani. Para një numri të madh besimtarësh, kardinali përcolli mesazhin e Pashkëve duke i cilësuar si një festë me domethënie të thellë shpirtërore, ndërsa u bëri thirrje të rinjve të qëndrojnë larg imoralitetit dhe rrugëve që i largojnë nga vlerat. Festa Pashkëve është festë autoritare e keni e dëdoni. Pse? Thotë edhe shpali. Në asë se Krishti nuk do të kishtë zhdu vdekjen, do të kishtë pas kur farë vlerët e do të kishtë këtë në degur në feja, me urtini, me edukatin, me të madhen, po, që po shtet, do të kishtë me të vdekja. Atër harru që shka, po jo, Krishti e për qilët, me shkatru vdekjen, me dhanë shpestes e të lumnis, edhe me dhanë dritën e jesë amshimit, edhe me dhanë lumin e pamatu njërzimit, që janë me mija milion njës që këto që shkojmë që nga ka që i mazët në dërgot, e kanë pak të shtirë me rësu. E gjithë njerëzimi është një pistë, jo gimnastike, atletike, por një pistë shërbimit hejnorëm. Por, për të shpalli, jam mësu gjithë kohën me gojnë e Krishtit, vejmë patërën më qëllorëm, gjërejnë të rapin tirët, me të shtirë, fitohet, me të një qëllore. Me prunë Krishtin zemër tuja, nana baba, djelë me varza, silë në pa Krishtin, e runë për imoralitetit, është arma marë rësikshme e djallë të makum. Në syni, ka ma dorë shtim gatë, e keni një për Krisht apo jo? E keni një? Hiqit kam të synë të durë, ma mirë me shku në parrinë së të Krishtin, sa kam pasun pa durë, se mu dekë para shqipë në fundën e farët. Një turë me madhe të mishë, që është marë madhi, i thonë Krishtit, një që fëqanë që parisin në talin në rëqërorëm, po kjesë nuk do të banë të pas të thjeshtë një të fmin, nuk do të hinë me të një qëdore, janë fjallë që do të hinë gjithë nësë të vosë. O burra, duhe një garatuja, që ka dashtë Krishti kishën, të i dalë gjakun edhe të për tem, e jo me të artimin që banë shumë nana që janë shanë maj madhi posë, që i apin posë në zimit e vujtit të mdha që ka nanat, që me ishtë pak kush, jadin vujtit nanës. Me ndërru e me edasht, ma nëzët e nërë nëvetë, por nërë të jetë angjëll, por dhe burët jetë angjëll. Kremtimi u zhvillua në kuadër të 70 vjetorit të meshtarisë së kardinal Ernest Simon Troshani, një përvjetor me rëndësi të veçantë për komunitetin katolik në Shkodër.